Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Kohë Sociale. Sonte flasim për mosimdhënien përballë sfidave të kohës, teknologjisë dhe ikjes së të rinjve nga vendi. I ftuar në studio është profesori universitar Lulzim Mehmeti, me të cilin do të diskutojmë nëse teknologjia po e ndihmon apo po e pengon arsimin dhe çfarë po ndodh me mendimin kritik tek të rinjt. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhën në Kohë Sociale. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Profesor, si do ta përkufizonit gjendjen aktuale të mosimdhënies sot në raport me sfidat e kohës moderne? Arsimi në Maqedoninë e Veriut aktualisht ndodhet akoma në tranzicion, për fat keq ky proces i filluar nga viti 90 e këndej me ndryshimet e sistemit shoqëror, vazhdon po të mbesin në këtë periudhë tranzicioni, edhe pse ka ndryshime të vogla, mirë po si duket ka edhe projekte që kanë filluar dhe nuk e kanë arritur fundin e vet. Në këtë mënyrë, ndryshimet e shumta që i kemi pasur të ministrave të arsimit kanë ndikuar që të ndërpriten projektet që janë filluar prej ministrave paraprak dhe të fillohet me disa projekte tjera. Dhe në një kohë, pra, kur zhvillimi tekniko-shkencor hap shtigje të reja dhe shkon drejt digitalizimit dhe drejt inteligjencës artificiale, ne akoma jemi në atë tradicionalen pa elemente në mësimdhënie, nuk them për në administrat, të sfidave dhe paradigmave në arsim që i sjell koha. Apo arrin sistemi arsimor të përgjigjeve ndryshimeve të shpejta, shoqërore dhe atyre teknologjike? Arsimi nuk duhet që të jetë në krah me këto ndryshime, arsimi duhet të paraprijë, për fat të keq, domethënë në vendin tonë nuk jemi në atë shkallë, nuk jemi në atë masë, kjo për shumë arsye. Njëra ndër arsyet është mos zhvillimi infrastrukturor i shkollave në vend, qofshin ato rurale apo urbane, sepse për të qenë arsimi në hap me kohën, duhet fillimisht të sigurojmë infrastrukturën e duhur, e kjo nënkupton domethënë edhe objekte adekuate shkollore me të gjitha kushtet, edhe sigurimin e teknologjisë dhe pajisjeve të nevojshme për realizim të gjitha atyre sfidave apo që në fillim i thash paradigmave që i kemi aktualisht në arsim. Cilat janë problemet më të mëdha me të cilat përballet sot arsimi, qoftë në mosimdhënien në universitet apo edhe atyre në shkolla? Problemet janë të shumta, domethënë do filloj nga aspekti i pagave në arsim. Si rezultat i pagave të ulta kemi motivim të dobët të maturantëve për të regjistruar në profesionin e mësuesisë. Nuk them se nuk kemi student ekselent, student mirë, mirë po jo çdo herë ato vinë në shprehje pas përfundimit të studimeve në punësim. Neve pa pasur mësimdhënës të përkushtuar në profesion dhe të përgatitur edhe në aspekt profesional, edhe në aspekt pedagogjiko, psikologjik dhe didaktiko-metodik nuk mund të ecim përpara. Pastaj janë sfidat e përdorimit të teknologjisë informative në mësimdhënie, sepse teknologjia duhet të jetë pjesë më e të gjitha lëndëve mësimore, jo vetëm si dikur kur mësohesh në kuadër vetëm të një lënde të informatikës. Koha ka ndryshuar dhe ndryshimit që i sjell koha imponojnë nevojën e përdorimit të teknologjisë digjitale, të librave digital, të inteligjencës artificiale. Ne gjithmonë kur flasim për shkollat didaktike kemi parasysh se shkollat didaktike i merr elementet e mira që ka pas mësimi tradicional, unë nuk jam për atë, domethënë është mirë të ketë një balans, mirë po ne nuk mund, domethënë ta lejmë nevojën e aftësimit të gjeneratave të reja për t'i përdor mjetet digjitale dhe teknologjinë apo inteligjencën artificiale në jetën e përditshme, sepse një sistem arsimi mbatet në tregun e punës me kompetencat, me vlerat që ai jep nxënësve apo studentëve pas përfundimit, qoftë të arsimit fillor, mesëm apo arsimit sipror. Pastaj sfidë tjetër që është në arsim
është infrastruktura shkollore, qoftë ajo, domethënë në aspekt të ndërtimit të godinave shkollore, pajisjes tyre me kabinet, me laborator, me gjitha parakushtet e nevojshme për një mësimdhënie bashkëkohore, sigurimin e teknologjisë dhe sigurimin e teknologjisë edhe për vetë nxënësit, që ato të kenë qasje të barabartë. Ne këtu akoma nuk kemi qasje të barabartë, kemi akoma probleme në këtë drejtim. Zhvillimi profesional i mirëfillt i mësimdhënësve, sepse pa një zhvillim profesional nuk mund, domethënë, të kemi lëvizje përpara. Mungesat e shumta që rekomandimet e OECD-s janë se në Maqedoninë e Veriut numri i nxënësve të mungesave në shkollë, qoftë fillore, qoftë të mesme, është shumë i lartë dhe mungesa pamundson nxënësit që të jetë në hap me atë që mësohet në shkolla, mënyrën e qasjes ndaj procesit të mësimdhënies nga mësimdhënësit, pra mësimdhënia bashkëkohore kërkon një qasje krejtësisht tjetër, kërkon në 5 shtylla qasje. Qasja e parë është në planet dhe programet mësimore. Qasja e dytë është në përdorimin e teknikave bashkëkohore të mësimdhënies. Qasja e tretë ka të bëjë me përdorimin e digitalizimit dhe inteligjencës artificiale si dhe tikut në të gjitha lëndët mësimore. Qasja 4 është mënyra e re e vlerësimit të nxënësve dhe qasja e 5 dhe e fundit është klasa si një ambient simulues, sepse të dhënat flasin se klasa si ambient simulues, kur është e pajisur me mjete të shumta didaktike, ndikon në 25% në rritjen e rezultateve të nxënësve. Ka edhe sfida tjera që arsimi përballet, është edhe mungesa e orëve të mjaftueshme me përfundimin, domethënë sipas rekomandimeve të OECD-s, ne kemi rreth 3 vite më pak orë në sistemin arsimor se sa shtetet perëndimore. Dhe kjo kërkon që shkollat të pajisen në infrastrukturë shkollore që do mundsonte mësim tërditor që për moment kushtet aktuale ndoshta dhe nuk janë të tilla. Sa ndikon e-caterinve nga vendet e rajonit në cilësinë dhe në motivimin e procesit arsimor? Kjo ndikon shumë, për arsye se kapitali apo resursi më i rëndësishëm në një vend është resursi njerëzor. Dhe në këtë drejtim, nëse ne inteligjencën apo nxënësit e talentuar i lejojmë të ikin nga shteti, kjo nënkupton se nuk ka kush të realizoj apo t'i barti funksionet kyçe për zhvillimin e shoqërisë. Dhe në këtë drejtim do duhet të punohet, do duhet sistemi i meritokracisë ta ketë vendin e vet me qëllim që të rinjve të mundsohet punësim në bazë të meritave të tyre dhe të lejohet hapësirë veprimi, sepse koha në cilën jetojnë ato është ndryshe dhe ato rriten në një kohë që është e karakterizuar me zhvillimin e digitalizimit, me inteligjencën artificiale, dhe ne duhet t'i përgatisim që t'i kemi për zhvillim të vendit, jo t'i përgatisim apo gjatë përfundimit shkollimit të tyre ato të detektohen dhe të ofrohet punë jashtë shtetit, që realisht dhe aktualisht është duke ndodhur. Ndikim kanë edhe pagat e ulta në këtë drejtim, ndikim ka edhe statusi social edhe benefitet tjera që shtetet më të zhvilluara u ofrojnë dhe në këtë drejtim ato. Apo e humb arsimi rolin e tij si faktor shprese për këta të rinj? Ne duhet t'i motivojmë të rinjt që mos e humbin shpresën, që shpresën dhe ëndrrën e tyre ta kenë në vendin ku kanë lindë, sepse nëse ky trend vazhdon, pasojat do të jenë të mëdhaja. Ne i shohim pasojat që i kemi në ditët e sotme, ato janë rënja e numrit të nxënësve nëpër shkolla dhe ikja e trurit, domethënë që e thash, fëmijëve apo studentëve të talentuar. Ne sot flasim se shteti investon në gjithë përfshirjen, mirë po, nuk investon në sa duhet, domethënë mjaftueshëm në fëmijët e talentuar. Duhet Çfarë mund të bëjmë më shumë? Ja, për shembull,
ka shtete që kanë shkollat të veçanta për fëmijët e talentuar, i promovojnë shkollat që në fëmijërinë e hershme, që në klasat e para, domethënë deri në klasën e 6, i detektojnë prirjet e nxënësve dhe në bazë të prirjeve në bashkëpunim edhe me familjen, i orientojnë drejt profesioneve të ardhshme. Më shumë investojnë në këtë drejtim, pastaj sistemi i arsimit dual është i theksuar dhe në këtë drejtim aty ku mësojnë nxënësit e talentuar ka edhe konkurrencë, ka edhe socializim, ka edhe bashkëpunim të ndërsjellë dhe ka edhe sfida të ndryshme që lidhen me sfidat jetësore, që lidhen me atë që ne e themi treg pune dhe në këtë drejtim këto nxënës pra më pas janë bartës të funksioneve vitale në shoqëri dhe e zhvillojnë shoqërinë. Si e shihni raportin e mësimdhënies tradicionale dhe teknologjisë digjitale? Unë e përmenda edhe në fillim. Ajo që është pozitive nga mësimdhënia tradicionale në shkolla duhet të ruhet, mirë po ne nuk mund t'i ikim kohës në cilin jetojmë, sepse supozohet se 65% e asaj që sot mësohet në shkolla, mbas disa viteve nuk do t'jetë funksionale. Ne sot flasim për një të ardhme në cilët akoma nuk i dim cilat profesione do t'jenë edhe do t'kërkohen në tregun e punës. Ndërsa roli i shkollës është që ta pavarësoj nxënësin dhe t'i mundsoj atij të përgatitet për jetë dhe për tregun e punës. Në këtë drejtim, nuk mund të flasim se diploma që do të merret në këto kohra do të jetë e mjaftueshme për atë profesion që mund të jetë nesër edhe në rrezik dhe mund të kemi nevojë për një profesion tjetër. Pra, për këtë arsye, shkolla duhet sot të mundsoj nxënësve një mësimdhënie bashkëkohore, një mësimdhënie që i përgatit ato për një botë digjitale që ne nuk mund ta ndalim, sado që t'jemi kundër dhe ta kundërshtojmë, sepse po t'i marrim vendet e zhvilluara, ato kanë një sistem të balansuar rreth përdorimit të digitalizimit në procesin e mësimdhënies, më konkretisht rreth librave. Ne flasim për librat digital. Kur flasim për librat digital, nuk duhet të flasim për libra që janë në PDF dhe ai libër domethënë nuk mundson komunikim me nxënësin. Librat digital janë libra që nxënësi aty për moment mund, domethënë, shef edhe video, merr edhe informacione të ndryshme, mund edhe të testohet, domethënë kanë një komunikim me nxënësin. Mirë po, jo vetëm dominimi i librave digital, por thash të ketë një balancë edhe me përdorimin e librave që janë, domethënë, të printuara, sepse ne akoma nuk kemi kaluar në këtë fazë dhe kjo fazë do të jetë një periudhë tranzicioni nga kalimi, domethënë, prej librave që janë të printuar tek librat digital. Dhe unë mendoj se kjo duhet të shkojë në mënyrë të balancuar, nuk duhet, domethënë, të ikim vetëm në atë drejtimin që t'i lejmë, prandaj e përmenda në fillim, atë që kemi si tradicional duhet ta ruajmë, që është si vlerë dhe të orientohemi edhe tek kjo bashkëkohorja. Flasim shumë për teknologjinë, po sa është aleat apo është pengesë në zhvillimin e dijes së thellë? Varet si e përdorim teknologjinë. Domethënë, a e përdorim në mënyrë të drejtë apo nuk e përdorim në mënyrë të drejtë. Nëse ne e përdorim si mjet të gatshëm për të marrë, domethënë, informacione dhe për të ne përpunuar ato informacione, atëherë përdorimi i teknologjisë nuk e rrit kreativitetin dhe nuk e zhvillon mendimin kritik të fëmijëve. Dhe kjo nuk është e mirë. Mirë po, trajnimet për mësimdhënësit, që nuk duhet të jenë vetëm natyrës teknike, duhet apo administrative, duhet të jenë edhe të natyrës didaktike dhe metodike, që të aftësohen mësimdhënësit të punojnë dhe të orientojnë nxënësit në drejtim të përdorimit të teknologjisë digjitale dhe inteligjencës artificiale. Në këtë drejtim, domethënë,
ka pasur edhe dilema që në kohën kur kalkulatori zbulohet për herë të parë dhe hyn në funksion. Dhe atëherë kanë qenë pedagogët e kohës kundër përdorimit të kalkulatorit në mësimdhënie, duke arsyetuar se ai nuk e zhvillon kreativitetin dhe mendimin kritik tek nxënësit, mirë po koha e ka treguar se nuk ka qenë ajo pengesë dhe zhvillimi i mendimit kritik dhe kreativitetit është realizuar. Mirë po, e përmes edhe njerë, qasja se si do ta përdorim teknologjinë. Teknologjinë pra nuk duhet ta përdorim vetëm ma jep këtë ose ma jep atë. Teknologjinë duhet ta përdorim, domethënë si një mjet ndihmës, si një mentor. Për shembull, sa po përdoret në fakt sak le të themi teknologjia tek të rinjt? Për fat të keq, informatat flasin se kjo mënyrë, domethënë e përdorimit të teknologjisë është e gabuar, se çdo gjë që ofron teknologjia përmes ChatGPT-s apo përmes domethënë formave të tjera që mund të shfrytëzojnë DeepSeek apo Google Gemini që është, ka edhe informata jo të sakta. Jo çdo herë ato dinë të na orientojnë dhe të na japin. Prandaj verifikimi i informatave duhet të jetë dhe të bëhet nga ana e nxënësit dhe nga ana e mësimdhënësit. Me këtë drejtim duhet ta kuptojnë edhe nxënësit se jo çdo herë informatat që i marrin nga ChatGPT-ja janë informata të sakta dhe duhet t'i shfrytëzojnë si të gatshme, sepse në atë mënyrë ato bëhen pasiv dhe nuk zhvillojnë as kreativitet, as mendim kritik, domethënë mbesin jashtë kornizave të asaj që ne e themi sfida që i përgatit shkolla. Pa mendim kritik, pa një kreativitet, nxënësi nuk mund nesër të jetë i aftë për zgjidhjen e problemeve në jetën reale dhe nuk është i gatshëm për të qenë konkurrent në tregun e punës. Dhe kjo, domethënë, do t'i lejë jashtë punësimit dhe jashtë zhvillimit që me atë do ta kërkojnë punëdhënësit apo do ta kërkojë ekonomia industria ose sfera të tjera, domethënë që a janë të përgatitur mjaftueshëm mësimdhënësit sot për të përballuar gjeneratat e re digjitale? Një pjesë po, por pjesa më e madhe jo, dhe në këtë drejtim do të them se mësimdhënësit më shumë sikur digitalizimin ne e kemi orientuar drejt përdorimit administrativ, për qëllime administrative, por jo edhe për qëllime të mësimdhënies. Pra, trajnimet në të ardhmen do duhet të orientohen drejt përdorimit të digitalizimit dhe inteligjencës artificiale në mësimdhënie, qasjes, mënyrës më të drejtë se si duhet ta përdorin. Roli i mësimdhënësit në ditën e sotme transformohet, ndryshon. Mësimdhënësi më nuk duhet të jetë transmetues i diturive të gatshme. Ai është në një rol të planifikuesit, të organizuesit, të lehtësuesit, të bashkëpunuesit, të orientuesit, të nxitësit. Domethënë, mësimdhënësi mirë i afson nxënësit si të përgatisin pyetje, si të parashtrojnë pyetje, si të kërkojnë të dhëna, si të analizojnë ato të dhëna, si mund domethënë t'i përdorim ato të dhëna, t'i krahasojmë, t'i analizojmë dhe në fund të japim vlerësim si mund t'i përdorim domethënë në jetën e përditshme. Pra, lidhja e mësimit me jetën e përditshme është nevojë mëse domethënë imediate dhe në drejtim të kurikulave. Çfarë ndryshimi mund të bëhen te kurrikulat për të ardhur në ndihmë dhe për të qenë më funksionale tek të rinjt? Kurrikula duhet të adaptohet, duhet të përshtatet, domethënë në hap me zhvillimet që janë si paradigma që i përmenda në arsim. Dhe në këtë drejtim kurrikula duhet të ofrojë mënyrën se si nxënësit të krijojnë vetbesimin, të analizojnë, të vlerësojnë dhe të krijojnë, të jenë kreativ. Pra, me një fjalë, kurrikula do të jetë e lidhur me standardet nacionale që i kemi si pjesë të programeve mësimore. Pastaj do të jetë e lidhur me rezultatet dalse
dhe me standardet e vlerësimit. Gjithmonë përpilimi i testeve nga ana e mësimdhënësve duhet të jetë në atë formë që nxënësin ta shtin në një pozitë jo vetëm ta pyesi, por edhe ta çojë të krahasoj, ta çojë të analizoj, ta çojë të japi mendimin e vet, të vlerësoj, të shprehë kreativitetin e vet. Dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund ta zbulojmë talentin dhe ta zhvillojmë talentin tek nxënësi. Vetëm në këtë mënyrë, me këto kurrikula, mund domethënë me shfrytëzim të më shumë burimeve dhe me verifikim të atyre burimeve dhe lidhje të jetës përditshme mund të krijojmë vlera tek gjeneratat e reja. Apo humb kontakti njerëzor në procesin arsimor për shkak të digitalizimit sot? E përmenda edhe në fillim se do të jetë një proces i balancuar, për arsye se jo çdo herë duhet të vinë në shprehje dhe duhet të përdoret. Pra, në një pjesë të orës, për arsye se mësimdhënësi duhet të japi hapësirë nxënësve edhe të bashkëpunojnë, edhe të komunikojnë, edhe të zgjidhin bashkë probleme, edhe të japin propozimet e veta dhe në fund edhe të krijojnë. Puna, domethënë, e tyre mund të jetë në disa drejtime. Një temë që mund të, ja për shembull, nëse marrim sistemet mësimore, kemi sistemin e mësimit të maetikës apo të Sokratit, sepse themelues është Sokrati që nga koha antike, dhe Sokrati mënyrën e vet, domethënë sistemin e vet e bazon tek parashtrimi i pyetjeve, por tek mosdhënia e përgjigjeve të gatshme. Gjithmonë përgjigja duhet të dalë nga nxënësi. Dhe në këtë drejtim, mësimdhënësit duhet të mësojnë të parashtrojnë nxënësve pyetje dhe ato duhet gradualisht duke bashkëpunuar, duke punuar të vinë deri tek përgjigjet. Dhe nëse ne marrim një njësi mësimore në këtë drejtim, i ndajmë nxënësit në grupe. Fillimisht mund t'u japim një tekst. Dhe me QR kod në tabel, ato e marrin dhe pastaj mund të përdorim për shembull mentimetrin. Ato e vlerësojnë tekstin dhe në tabel shfaqen të gjitha mendimet, domethënë të nxënësve. Më pas e diskutojmë dhe e shohim verifikimin e vërtetësisë të dhënave që mësimdhënësi u jep nxënësve në një tekst. Sa në rastin konkret, mësimdhënësi u ka dhënë nxënësve një tekst i cili kur do e verifikojnë ato nuk është domethënë i realt. Janë informacione jo të sakta. Prandaj nxënësit dahen edhe një pjesë hulumtojnë çka për shembull rrjetet sociale thon për atë, një pjesë hulumton në ChatGPT, një pjesë hulumton në libra. Dhe i krahasojnë dhe i kryqëzojnë informatat dhe pastaj hapin diskutim dhe flasin se cilat burime dhe kujt duhet ne tu besojmë në këtë drejtim. Dhe më pas si detyrë u jep që të përgatisin qoftë një video të shkurtër, qoftë domethënë një informat, se si ne e kaluam këtë proces dhe si mund ta përdorim nesër në jetën e përditshme. Pra lidhja e mësimit me përditshmërinë është më së imediate. Nëse ne mësimin nuk e lidhim me përditshmërinë dhe nuk ka zbatim praktik, atëherë kot e mësohen. Profesor, për fund, çfarë mesazhi do ju jepje të rinjt që ndihen të pasigurt për të ardhmen e tyre? Të rinjve do t'u them se duhet të orientohen jo drejt marrjes së diplomave, por drejt krijimit të vlerave. Marrja e diplomës dhe suksesi pa krijimin e vlerave nuk është i vlefshëm. Einsteini në një periudhë ka thënë se mos luftoni për sukses, por luftoni të krijoni vlera. Në moment që do t'i krijoni vlerat, rruga e suksesit hapet vetë. Në këtë drejtim të kenë besim, të luftojnë për të ndryshuar një mentalitet i cili në një mas të madhe ka politizuar të gjitha institucionet, përfshirë edhe gjithë shoqërinë, përfshirë edhe vetë arsimin, të luftojnë për një sistem që do bazohet në meritokraci, që do bazohet në vlera, që ai që është më i miri do ta realizojë atë punë dhe do të jetë në krye të asaj detyre, të bazohen në llogaridhënie dhe në zhvillim të shoqërisë dhe të zhvillojnë një ndjenjë dhe dashurie
sepse nëse ne e lejmë këtë vend, parashtrojmë pyetjen kush do vi të jetoj këtu. Ne të ardhmen duhet ta shohim këtu, ndryshimi fillon nga vetja, gjithsecili nëse ndryshon veten, gradualisht do japi kontribut edhe për ndryshime të shoqërisë dhe të krijojmë një shoqëri e cila do të jetë me një zhvillim më të mirë ekonomik, do të ketë më shumë progres dhe, siç e përmenda disa herë, meritokracia do të jetë baza për çdo gjë, për çdo sferë që ne mund, domethënë si shoqëri, ta ecim përpara, ta zhvillojmë. Pa një qasje të tillë, me dorëzim dhe me mendime se e ardhmja jonë nuk është këtu dhe ne duhet të fokusohemi edhe të shohim një rrugë dalje jashtë shtetit, kjo është domethënë e gabuar. Gjithmonë duhet të mbretëroj optimizmi dhe t'i kapin hallkat e ndryshimit vetë. Amerikanët kanë një thënie, thonë liria, autonomia, të drejtat nuk dhurohen, ato merren. Përforcimi i kapaciteteve, bashkimi i trurit e sjell këtë. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë dhe për gjitha mendimet që ndave sonte me ne. Ishte kënaqësi. Sukses edhe juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Arsimi mbetet çelësi i së ardhmes, po kërkon reflektim dhe përgjegjësi të përbashkët. Ju falenderoj që na ndoqët në Kohë Sociale. Mirupafshim në emisionin e ardhshëm.